Mirëmëngjes. Sot thash ta bëjmë një video për këto zgjedhjet që po afrohen, do ta animojmë më pa vitet, avash, edhe tham të bashkëbisedojmë edhe herë. Të bashkëbisedojmë edhe të vlerësojmë pak a shumë se çka u bë prej fillimit të fushatës e deri tash. Edhe se kush është fruti jonë, kush është ai që ne, fëmijëve tanë, do t'ju japin përparësinë, do t'ju japin drejta, do t'ju japin lirinë, do t'ju japin demokracinë. Për fat keq, une shoh fushatën e Edi Ramës, nuk kom asisen personale me as me Edin, as me Salin, as me ata ata të vëzhlit që partitë e vogla që s'kan mujt me bon sa në halat dhe i sot, po jam ka thëmë me shpirtnisht, ta dëgjojnë gjithë popullit, ta njëjnë kush do që ta kenë, ta dëgjojnë këtë vitit të shpërndajnë, sot mujnë, e të thonë popullit që a i se ditë, të thonë në njësë, që ata se dinë se mitingjet e Edi Ramës, jonë original, sikur mitingjet e nëvërhorë, sikur vike me daulle, me tupana, me dojre, me njerëz me servila, e me njerëz që mediokër që mundojshin për me mrojt postet e veta, e për me bo sa monelt me quën verin sa monelt, e për me kujtoft e në veri se është mirë. E vishin sekretarët e partisë, kryetarët e kooperativave, kryetarët e këshillave, brigadierët e nëjshin popullin në sust, të ju thonë, ju du të me bo qështu, du të me pritë në verin, mëse për qështu, shkojna në burg, bojmë ta, dhe me thonë me gjithë politikën e egër tyne, u mundojshin që popullit duken të gëzuën për anë vërhorës. Pra, nuk e di nëse Edi Rama e shef, apo nuk e shef këtë puna, ka në këshilltar që i thot Edi Ramës se populli shqiptar, sot është po vuën shumica për buk, po futen burg për drita, po futen burg për një copë tokë, ose për një mezë, edhe oligartë o njerëzit e tjerë po vjedhin me miliarda euro, e po i hedhin valle para syve këti. Nëse kë është me ta, të popullit du t'i hapin sytë të shojnë, se në qofë se, po i hedhin valle këta hajdutat, e këta korruptorët, po i hedhin valle para syve, po i kërndojnë me daulle, me tupan, atër Edi Rama du t'jenë bashkë me ta. Nëse nuk ishe vetë, ose nëse i len ata servila, ata njerëz me i ra daulleve, e me rën, me mashtru se populli po jeton bukur. Jo, o Edi Rama, jo Edi Rama, populli shqiptar është jashtë Shqipërisë sot. Populli shqiptar është jashtë, nuk ka dalë populli shqiptar se i pëlqen për me në jetu jashtë shteti, i pëlqen për me najtë mërkim, jo. Ka dalë pej zori, pej skamjes, pej politikës flis që e boni jo idiota shqiptar politikan. E ka boni një politik të flis, e ka boni një politik që ka i shduk një popullin e juj, e ka i nxjerrin jashtë Shqipërisë. Pra, që ata njerës që në ka të rinë me daulle, me të pana, ka ta majnë isën ty, të dish mirë se në ka ta bojnë vorit, shukur ja kanë bo diktaturë së në vërhorës. Ti do i zjatsh, deri me 11 maj. Po çka do i thush popullit nese kur ti të pëj burgos, pëj politikisht, kur ti pëj ju rresh plak për rana, për mashtrime që po të bojnë sy me sy. Pra, politika jote është zero. Edhe herë, politika e Edi Ramës është një politik mashtruese, një politik vetëm për me jek paret e popullit, pej xhepave të popullit, e për me fut në orkat e ti, e në kontët e ti, e në xhepat e ti. Pra, e vetëmja rrugë
është sot, që Shqipëria mos shkojnë diktaturë, edhe mos shkojnë një diktaturë dhe një 30 o 50 vjeqe dhe i sot desin edi, e vetëmja alternativë është që sot të gjithë partit opozitare e partit tjera që janë partit të drejta që nuk kanë punë me korupcioneve ta, të kundërvijen Edi Rams mos të lonë të dalin edhe i herë e të bojnë një diktatur dytë, një diktatur tegës, edhe ma tegës se pa të Enveri. Edhe ma tegër. Se Enveri i denoj ke mua i ke mrena në Shqipëri. Kjo ka i deno e ka i hup në për rrugat e botës. E ka u mërë pasunit, e ka u mërë tokat, e ka u shet tokat për një euro oligarkve. Kush ka para i ble ato toka, ato malet tona, ato fushat tona, ato harat tona. Oligark do i blejnë, do të vine të qojnë për shpje, do thonë ja, qëtë se o ligjit është kjo. Popull, është dikur shumë vonë për me hek Edi Ramën. Sot është dita, sot është koha, data 11 maj, votat Partisë Demokratike, votat për lirin e popullit shqiptar, votat për demokracinë, votat kundra diktaturave, kundra autokratve, votat kundra atyre që po donë ta uzurpojnë Shqipërinë, po donë ta bojnë Shqipërinë krejtësisht si pronë private. Ju falemnderit.